أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sot do të flasim për përgjegjësinë e amanetit ose besnikërisë. Me majt amanetin, me respektu amanetin. Nuk ka dyshim se kjo cilësi është një cilësi shumë e rëndësishme dhe mund të llogaritet si një projekt civilizues i civilizimit islam. Nuk është thjesht një cilësi që duhet me pas veç individi, po duhet me pas individi, duhet me pas shoqëria, edhe pse normal nis me njerëzit një nga një dhe kështu formohet një shoqëri e cila respekton amanetin. Te ne shqiptarët amaneti përdoret vetëm si fjalë. Çfarë do të thonë ç'është amaneti? Më thonë amanet është kur dikush të lë diçka në besim. Mirë po, kuptimi i amanetit realisht është diçka më e gjatë se sa kjo. Edhe ajo është pjesë e amanetit, me të lënë dikush në besim në gjë që ti ta rush dhe të kujdesesh për ta, edhe kjo është amanet. Mirë po, amaneti e ka kuptimin shumë më të gjatë. Fjala amanet në gjuhën shqipe përkthehet si besë, do me thonë ndershmëri ose përgjegjësi, në varësi nga konteksti. Në kuptimin e përgjithshëm, fjala el emane i referohet besnikërisë dhe ndershmërisë në ruajtjen e diçkaje që të është besuar. Në aspektin fetar dhe moral, me fjalën amanet në fe, do me thonë kur flasim, do me thonë kur i lexojmë ajetet, hadithet, nënkuptohet përgjegjësia e një personi për të përmbushur detyrimet e tij me ndershmëri. Do thonë përgjegjësia e një personit për të përmbushur detyrimet e tij me ndershmëri. Që kjo është amaneti për cilin ne flasim. Prandaj amaneti, do me thonë, është edhe mi çun vend urdhnat e Zotit, me zbatu fen, me besu Allahun, me rujtat marrveshjen që është mes njeriu dhe Allahut, me fal namazin, me dhon zakatin, me majt Ramazan, dhe kjo është pjesë e amanetit, sa është përgjegjësia, do me thonë, përgjegjësia e përmbushjes së detyrimeve me nder. Për çfarë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thotë: Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna yahmilnaha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Thot Allahu subhanahu wa taala, ne u ofruam amanetin qijeve, tokës dhe maleve, por ato nuk e pranuan ta marrin përsipër dhe u friksuan ta pranojnë ata. Kurse njeriu e pranoi, me të vërtetë njeriu u tregua i padrejt me veten dhe i paditur. Do me thonë, amanetin e bartjes së mesazhit të Zotit në tokë, zbatimit të fesë, mëkëmbjes me cilën Allahu e ka ngarku njerin, do me thonë nuk e ka marrë kurkush përsipër përveç njerit. Edhe kjo është amanet. Thotë Allahu, ne amanetin u a kemi ofruar qiejve dhe tokës, edhe maleve, mirë po janë friksu me marrë përsipër këtë amanet. Çka është? Shumë dietarë kanë komentuar që këtë fjalë të Allahu subhanahu wa taala se amanet janë farzët me cilët na ka ngarku Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu i madhruar thotë: Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allahu ju urdhnon që emanetin me çun vend, me vadon njerëzve kompetent që ju takon atyre. Allahu urdhnon që emanetin me çun vend. Gjithashtu në surën Mu'minun, Allahu subhanahu wa taala ka përmend në surën Mu'minun ajetet e para, e përmend kush është banori i xhenetit. Thotë Allahu subhanahu wa taala: Qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtu besimtarët, alladhina hum fi salatihim khashi'un, që namazin e bëjnë me respekt, dhe kur mërin të ajeti i 8, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, janë ata të cilët emanetet dhe marrveshjet kujdesen për to, i çojnë vendene. Do thonë nuk mundet me kon njeri banori i xhenetit, emaneti nuk e çon vend. Edhe njerë po e përsëritit. Çka është emaneti? Është besnikëria ose përgjegjësia e një personi për të përmbushur detyrimet e tij, obligimet që i ka me ndershmëri. Do me thonë, punën tënde, detyrën tënde, qoftë nga Allahu, qoftë në raport me njerëzit, me e përmbush me ndershmëri, që kjo quhet emanet. Që kjo është, do thonë, me kon njerë i besueshëm, me kon korrekt, me kon i drejt, me kon, do me thonë, mos me bo. E kundërta cila është e emanetit? Cila fjalë? Fjala pabesi, fjala tradhti dhe fjala mashtrim. Do me thonë, kush nuk ka emanetin se çon vend, do me thonë është njeri pabesueshëm, është mashtrues dhe është tradhtar. Do me thonë, tradhtia qenë ka e kundërta e fjalës emanet. E tash,
Fjala el-emane dhe fjala iman e kanë të njëjtën rrënje të fjalës. Fjala iman, besimi, dhe amanet burojnë nga e njëjta rrënje fjalës. Se emanet është besnikëri, me kon njeri besnik, ndërsa iman është me besu. Mu'min, besimtar. Për çfarë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë sahabëve, a i dini kush është mu'min? Ka thonë, e të drune menil mu'min, a i dini kush është mu'min? Kush është besimtar? Alladhi aminahu an-nasu fi amwalihim wa a'radihim. Mu'min, besimtar është ai që njerëzit kanë besim tek ai për sa i përket pasurive dhe ndereve të tyre. Në me thonë, nuk tutët dikush se pasurin, ka besim të ti kur fjallë pasuria e ti, dhe ka besim të ti kur bëhet fjallë për nderin e ti. Pse se ti nëse e tradhon në pasuri, e tradhon në nder, dhe me thonë si je mu'min. Edhe nuk bëhen bashkë. Edhe mu'min, edhe tradhtar. Janë dy gjona të kundërta. Por qatë, ai që është musliman veç me emën, ai ndodh. Dhe me thonë të ai që mos me mojtë emanetin. Ndërsa, ai që është për një me besimtar, amanetin, dhe me thonë erun, dhe me thonë është i ndërgjeqëm për detyrat, për kryerjen e detyrimeve të ti me përgjegjësi. Kjo është e para. Ka thonë, ela ukhbirakum bil mu'min, atë ju të regoj se kush është mu'min, men eminehu nasu ala amwalihim wa anfusihim, atë që njerëzit janë të sigur dhe kanë besim tek ai për sa i përket pasurisë dhe nderit të tyre. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 4 gjëra me i pas njerin jetën e kësaj bote, mos u mërzit që të ka hik diçka tjetër për jetës së kësaj bote. 4 nëse i ke, hiç mos ke gajle për të tjera që sun ki mujt me i mri. E para është sidqul hadith, me fol vetëm të drejtën. E dita është me rujt emanetin, hifdhul emane. E treta është husnul khuluq, do me thonë me koni moralshëm, me pas moral të mirë, dhe e katërta iffetu mat'am, dhe me pas me halal ushqimin. Do me thonë erun gjuhën, erun emanetin, i sjellshëm, dhe ki kujdes çka ha, që kjo është lumturia në jetën e kësaj bote dhe shpëtimi në këtë botë dhe në botën tjetër. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se emaneti është një prej sebepeve për me dashur Allahun dikan. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men sarrahu an yuhibbahu Allahu wa rasuluhu falyasduq hadithuhu idha haddath wal yuaddi amanatuhu idha tu'min. Kush do që ta dojë Allahu dhe pejgamberi, le të jeti sinqert kur flet dhe le ta çojë emanetin në vend. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mi garantoni 6 gjëra u garantoj xhenetin. Njëna prej atyre është me rujt emanetin. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaka la tuaddi al-amana wa tasilu ar-rahim. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i erdhi për herë të parë shpallja në shpellën Hira, u trishtu shumë, u tut. Edhe erdhi te shtëpia dhe tha, më mbuloni, tha bashkëshortit vet. Edhe pasi u qetësu, i tregoi, tha, e kum pa një njerëz çuditshëm, ai më ka thonë kështu, ja tregoi Hatixhës radhiyallahu anha. Çe tha Hatixha? Tha, pasha Allahin, ti emanetin e rum, njerë besnik, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Farefisin e respekton dhe nuk rren, nuk mundet Allahu ti me të bën keq, se ti je njerë besnik. Për çat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është shumë interesant, më thonë lagapin për para se mi ardhë shpallë, që ka pas el emin, besniku. Se fjala emin, që e bënem të përdorim, është për fjales emanet. Është për fjales emanet, dhe me thonë besnik. Fjala emin për kthejt besnik. Njeri që ka bes. Edhe çka është më interesante, do të vijem më poshtë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ata i ka pas mushrik kundërshtar më të mëdhej, kur nuk e kanë kontestu faktin se ai është njeri më i besueshëm, domethënë të cilën e kanë pas në mesin e tyre, do ta përmendi pak më vonë. Gjithashtu rasti kur Ebu Sufjani, derisa ishte mushrik, u taku me Herakliun në perandorin romak.
Do të thonë, perandori Romak Herakliu kishte ndëgjuar se atje në Mekën e largët, në shkretirën e Gadishullit arabik, ish paraqit një njeri i cili pretendon se është pejgamber. Dhe kur mur vesh në Herakliu, ai dinte se Mekasit vinë në Sham për me bën tregti. Kanë ardhur në tokat e Sirisë së sotme, më thonë për me bën tregti. Edhe çoj dikan e mur Ebu Sufjani. Ebu Sufjani në këtë kohë ishte mushrik ala. E pyeti tha, edhe filloi me i bë pyetje për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Herakliu, i cili ishte krishter. Edhe një prej xhanave i tha, në çka ju urdhnon ai? Thot, na urdhnon që të falemi, Zotit t'i bim sejdë. Na urdhnon që të jemi të ndershëm. Na urdhnon të mos rrem, na urdhnon ta dojmë, t'i ndihmojmë të doptit dhe ta ruajmë amanetin. Herakliu thot, po çka këto janë cilësitë e pejgamberit. Pse se Herakliu kishte dituri për Tevratin edhe Injilin. Ata ishin krishterë. Tha, po bashkë që këto janë ato cilësitë, do të thonë që i ka një pejgamber. Do me thonë, njeri edhe me konë ma i prishtin dënja, obligime ki me e quë emanetin ndaj tij. Janë 3 njerëz të cilët dush me konë korrekt me ta, edhe nëse ata nuk bëjnë, janë të prishur. I pari është, do me thonë, pra janë 3 cilësi, deshta me thonë, janë 3 cilësi të cilat zbatohen me çdo kan, qoftë me të mirin, qoftë me të keqen. E para, do me thonë, është emaneti, e dyta është marrëveshja, e treta është ruajtja e lidhjeve farefisnore. Që me thonë ruajtja? Për shembull, ti e kije dikan shumë të afërt. E kije për shembull bab, e kije vlla. Ai edhe nëse nuk është i mirë, ti e kije obligim, do me thonë, me i majt lidhjet me ta. Edhe një që duhet patjetër që e ki obligim ndaj njerëzve të këqij është edhe emaneti. S'mundesh me thonë për shembull, vallai ki nuk është musliman i mirë, nuk falet, kështu që s'kam obligim unë emanetin ndaj tij me çun vend. Ja, s'ka. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur vendosën mushrikët e Mekës me vra. Vendosën me vra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka ndodhi? Allahu subhanahu wa taala i dha leje që ai me bën hijret prej Mekës në Medinë. Mirë po, kishte shumë emanete të Mekasve në shtëpinë e vet. Mekasit që nuk i besonin, se thëshin qysh mi lanë e zotrat e baballarëve tanë dhe me të besu ti. Shumë prej tyre e kishin pejgamberin sa çaq të besueshëm, sa që ja kishin lënë gjërat plot prej tyre, i kishin lënë gjëra me vlerë, me varujt pejgamberin. Edhe kur vendosi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fshehur azi me bon hijret, siç e dim historinë e hijretit apo, se fshehur azi der me Abu Bekrin për me bon hijret, e thira Hazreti Ali, djalin e minxhes vet. I thot, ti këtu keme nejt të shtëpia ime 3 ditë. A dini pse? 3 ditë. Keme varron njerëzve gjana që mi kanë lënë besim. Njerëzve kene, kush ishin ato njerëz çato që dëshin me vrap pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çdo që prandaj, do të thonë, që kjo është pejgamberi Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në surën Shuara ka përmend shumë prej pejgamberëve të cilët janë drejtuar popujve të tyre me fjalën inni lakum nasihun amin. Unë ju këshilloj, ju bëj nasihat dhe jam njerë që e moj emanetin, jam besnik. Secili pejgamber e ka thonë që këtë. Secili pejgamber. Për çatë edhe rasti historia me Musa alayhis salam, pasi që ndodh, do me thonë jam shon njonit prej koptëve, që ishte ushtari i faraonit, iki Musa alayhis salam dhe shkoi në Medjen. Kur u afru te Medjeni e pa aty një, do me thonë i pa një burim. Edhe ishin do burra që ju jepnin kafshëve të tyre, ju jepnin me pi ujë, edhe një 2 vajza që rishin anash, ato pritshin, do me thonë që të largohen ato çobanat, të largohen dhe ato mëse më në fund që japin kafshëve të tyre, me pi. Edhe afrohet Musa alayhis salam, thotë çka është puna, çfarë po presim këto të largohen që mëse ne më u dhon me pi kafshëve tona. Sidoqoftë ju ndihmon Musa alayhis salam. Dhe kur shkon te shtëpia, njëna prej vajzave i thot: "O babaim, qalet ya abati istajirhu fa inna khayra man istajartahu al-qawiyyu al-amin." Fa o babaim, njëna i tha prej vajzave: "Merre çeket
në me thonë, le të punojet e ti, se ishte i fort dhe ishte besnik. Pika e mburën vesh ato, thuhet në për tefsir se e ka pyet Shuaibit, pika e morë vesh që ishte i fort dhe besnik. Thot, atë kapakun e pusit, që shumë veta u deshke me lëviz, ki veç vete ka lëviz Musa, shumë i fort. Dhe dita, kur janë nisë për me shku të Shuaibit, e baba i vajzave, i ka thonë, më thonë këtire vajzave, hecni mas meje. Hecni mas meje. Nuk ka thonë, jo hecni me kallëzini udhën. Ka thonë, me kallëzini udhën, ama pi mas. Nuk ka leju që ato të ecin para ti në mënyrë që të mos shikojt diçka, do me thonë, sa frinde një era, a i duke trupja, a i zbulohet kama, e kështu me ra. Me gjithë ato kanë qenë të mbuluar. Edhe, në me thonë, nga kjo ato e kanë kuptu se kjo është besnik. Nuk është njeri cili tradhton. Nuk është njeri i cili, do me thonë, e shkel nderin e dikujt. Do me thonë, është cilësi e pejgamberëve. Është cilësi e pejgamberëve. Pika e dytë është rreziku i humbjes së emanetit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se humbja e emanetit është një prej cilësive të munafikut. Kush e ka, do me thonë, që nuk mundesh mi besu. Do me thonë, është si thënë një fjalë, megjithëse nuk ekziston kjo fjalë në gjuhën shqipe, është thik pas shpenaxhi. Do me thonë, mas shpinës sa herë ta ngul thikën. Do me thonë, ki s'ka emanet. Nuk është njerë që mundesh mi besu. Nuk është njerë që mundesh mi besu. Kjo është cilësia e munafikut. E dita, humbja e emanetit është një prej shenjave të kiametit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të humbet amaneti prit e kiametin. Se e pyetën kur ka mendodh kiameti ja Rasulullah. Tha pejgamberi, kur të humbet amaneti prit e kiametin. Dikush e pyeti, e çish humbet amaneti? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur çështjet tu besohen atyre që nuk janë të denjë për to, nuk janë meritor për to. Atëherë prit e kiametin. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një përshkrim që do të ndodh para se me ardh kiameti, thotë, do të vinë të njerëzit vite mashtruese. Gënjeshtari do të konsiderohet i sinqert, ndërsa i sinqerti do të quhet gënjeshtar. Tradhtarit do t'i besohet, ndërsa njeriu besnik do të konsiderohet tradhtar. Dhe në atë kohë do të flasin fjalën kryesore. Kush do ta kenë? Ruwaybidat. E thanë fjalë Ruwaybida. Than sahabët, kush janë Ruwaybida? Than një njeri pa vlerë që flet për çështjet e përgjithshme të njerëzve. Njeri pa vlerë, pa karakter, pa histori të mirë, pa, do me thonë, jetë shkrim të mirë, pa vlera, pa dituri, do me thonë që del edhe, do me thonë, bëhet, do me thonë që flet për çështjet e përgjithshme të njerëzve. Ditën e kiametit, ai që se ka marrë amanetin, thotë pejgamberi sa do të ngritet një flamur. Thotë pejgamberi sa me të vërtetë tradhtari do të ketë një flamur të ngritur për të nga Allahu në ditën e kiametit dhe do të thuhet kjo është tradhtia e filanit. Do thonë ai që e ka shkel amanetin e vet. Në raport me Allahun, në raport me njerëzit, në raport me vetveten dhe familjen e tij. E ka shkel amanetin. Do të ngritet një flamur dhe thotë kjo është tradhtia e filanit. Pra, amaneti zbatohet duke qenë korrekt dhe duke i përmbush detyrimet që i kemi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Amaneti zbatohet në raport me njerëzit, për shembull në shitblerje, në këshillime. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e bekon shitblerjen e dy njerëzve të cilët kur bëjnë një marrëveshje për mi shit njëri tjetrit diçka, njëri me shit tjetri me ble, i sqarojnë, do me thonë, tmetat e mallit. Edhe Allahu ju jep bereqet. Nëse ata e mshefin tmetat, Allahu subhanahu wa taala e humb bereqetin mes tyre. Gjithashtu, kjo është në raport me njerëzit. Kur ka emanet, nuk ban tradhti, nuk ban, do me thonë, maskim të mallit të keq, edhe, do me thonë, me ta dhënë, edhe pastaj ti çaj kokën, do me thonë, a ki blej kerr, a ki blej diçka, do me thonë, ti të ka mashtru. Qëllimi është me t'i marrë parë. Jo. Te musliman nuk është, muslimani e sqaron, do me thonë, tmetën e mallit të tij dhe ia vënon çmimin sipas asaj. Shpesh herë, do me thonë, kështu kur bisedojmë me njerëz, thonë për shembull, po ti nëse sqaron tmetën, ti smunesh kur njerë kur gjo me shit. Ai keni pa për shembull në tregjet tona si është. Do me thonë, mallin e mirë, ti shkon në pazar, në pazarin e gjelbër, mallin e mirë e ki përpara, edhe kur ta mush pi asaj, jo ata që e kanë nxjerr përpara. E ka ai për ti, e ka që tërkun ata. Ta jep atë prishtën atë si plotson kushtet. Kjo është mashtrim, që këtu vëret, që ne, është një rast
do me thonë me Ebu Hanifën rahimahullahu ta'ala. Ebu Hanifja ka qenë tregtar, siç e dim, po ka qenë edhe hoxha dhe dietar i madh. Ka qenë ortak me një person i cili ka pasur emrin Bishr. Bishri. Edhe ka punu do me thonë me stof, me tesha. Bishri ortak i tij merr 70 palë, do me thonë teshat shtrenjta, dhe i çon, do me thonë prej Kufës në Irak i çon në Egjipt për me i shit. Mirë po, mas atij Ebu Hanifja i kujtohet se njëna për atyre 70 stofeve ka qenë, do me thonë, dikun e dëmtume. Ka qenë i dëmtum. Edhe ja çon një selam për me dikuj, thot ki kujdes ortakit vetë se njëna për atyre 70 pjesëve të shtofave, do me thonë, është e dëmtume ti dush mi i kallxu blerësit. Ama ka qenë diçka e shtrenjtë, do me thonë, e shtrenjtë, materiali shtrenjtë shumë. Sidomos në atë kohë kur materialet kanë qenë të ralla. I shkon selami Bishrit, mirë pa Bishri, e ka bo me javë, ka bo thim me shumë i shita, se ka mojt menën taj mali i dëmtum. Edhe shkon i shet, thuhet se ka im bon 1.000 dinar, aj mali, 1.000 dinar, 1.000 flori, 1.000 moneda të arit. Edhe kur vjen e pyet Ebu Hanifja rahimahullahu ta'ala, i thot, i tregove blerësit për atë, thot, jo, kam haru, thot une. I merr ato parë Ebu Hanifja rahimahullahu ta'ala dhe i jep sadaka. Jo vetëm për atë pjesë, e kish mujt me bo pjesëtim, do me thonë 1.000 dinar pjesëtim për 70 me nxjerr rezultatin, sa ka kushtuar ajo që ata. Jo. Thot një pasuri në të cilën është përzia ajo e fliçura, me atë halalin nuk më duhet mu. E ka dhënë sadaka. E kështu kanë qenë muslimanët. Për çatë muslimanët kanë qenë dikush, për çatë kanë qenë, do me thonë, civilizim, do me thonë, që s'ka pas në histori civilizim të tillë të muslimanët. E kësi shembuj ki e shumë. Është një rast tjetër, një dietar, një hoç i quajtur Aqil. Është shumë rast interesant, ka dhe shumë raste tjera, po dhe ta tregoj që këtë rastin, do me thonë mirë jemi me ko. Aqili shkon me bo haxhin. Edhe në haxh atje dikun, do me thonë Mekë sigurisht, e gjen një gjerdan me diamanta me një pejë të kuq. E gjen. Edhe sikur me thonë tash për shembull dikush prej nesh me e gjet një kufer me 1 milion euro për shembull. Edhe çka bën? Mirë po, e ndëgjon masni që e gjen, mas një kohë, e ndëgjon një njerë të thonë, kush ma gjen një gjerdan, në me thonë, një gjerdan të cilin e ka mub, do t'i jap 100 lira shpërblim. Edhe Aqili e ndëgjon, i afrohet, që unë e kum gjetë, mere. Edhe ai insiston me ia dhon atë shpërblimin, në thonë, shumë i vlefshëm ka qenë. Mirë po ki nuk pranon me marë. Qysh be thotë, jo, be. Se zakonisht njerëzit kur bin, veç ai që ka emanet, me thonë e kthen një gjë të tillë. Se njerëzit ka shumë, ku ndoshta duket ti shumë i ndershëm, si të bere ti jepet shansa për me marë pasuri. Ma sën e shef ata, hupët, qashtu. Mira ma ka dikush, aja është i lidh me Allah, nuk është i lidh me sytë e njerëzve dhe me kamerat. Nuk është i lidh me këtë. Edhe çka ndodh? Nuk e merr shpërblimin e dietari Aqili. Edhe kthehet prej haxhit, shkon një herë në Irak, masë ne i bie udha në Damas, masë ne përfundon, domethënë në Halep, në këtë qytetin e Sirisë, Alepo qytetin, Halebi ka qenë qytet shumë i vjetër. Thuhet se është përmi 8.000 vjetë qytet i vjetër Halep. Mirë, shkon ati, thot mbeta pa ushqim edhe pa, domethënë pa pasuri, se i ka harxhu thimi gjatë, edhe u ndala te një xhami. Kur hin ati, megjithse ishte ftoftë edhe pa ushqim, ato xhamati asaj xhamie i kanë ofruar konak. I kanë thonë, a di ti me lexua, mundesh me bë imamllok me nai fal se shkon ditën e parë të Ramazanit më rinë ati. Se thot imami, ai xhamati i thënë imami na ka vdek, i thot po, edhe va fal namazin. Masi që va fal namazin, njoftohen me xhamatin kush je, çka je.
I thot dikush për xhamatit këshire, imami jonë e ka pas një vajzë, ama ai na ka vdek. Nëse ti po mundesh me na bën çtu vazife edhe mu martu me atë vajzën, se është vajzë e mirë e këta. Edhe ki martohet me atë vajzën e imamit të vdekur. Edhe thot mas një viti e këshiri, thot bashortën, thot një gjerdan, sikur ai gjerdani të cilin e pata gjetë unë atje në haqë. Edhe i thot ku e ki marrë që këtë gjerdanin? Thot ki gjerdani, thot e ka një histori shumë interesant. Thot baba jem e ka pas hup në haqë kër okon, se ka pas shumë pasuri, okon shumë i pasër baba jem. E thot e ka gjetë një djalë, e ka gjetë. Edhe ja ka këthi babës ten. Edhe baba jem ka insistu me shpërblimin, po ai s'ka pranu me marrë shpërblimin. E thot pise ka ardhë prej haqit baba jem, vazhdimisht është lutë që Allahu me martu mu me dikan sikur se ai djali që e ka këthi, do me thanë, thot bëj ke dua asajr, o Zot, mundsoja vajzës time që të martohet me një djalë sikur ai djali që ma kthej atë gjerdanin. Po çka është më interesant se në lindje, do me thonë në lindje kjo, se normale është pasuria e gruas, alo s'është po pasuria e këtij. I vdes gruaja e këtij kur i lind një fëmijë. Edhe normal kush e trashëgon atë gjerdanin? Gjerdanin e të. Qire me halal. Sa ajo që s'është e jotja, kur nuk bëhet e jotja. Ama ata që ta ka caktu Allahu subhanahu wa taala do të bëhen 100.000 lëvizje për me mri ajo që ta ka caktu Allahu subhanahu te ti. Edhe diçka tjetër nga historia islame shumë interesant. Musliman që janë kon, kjo është akili, nuk është nga sahabët, është më vonë. Ama muslimanët, do të thonë, i këto kuptime i kanë pas në shpirt, edhe kanë jetu me këto. Kur muslimanët e rrëzojnë perandorin persiane, edhe perandori i Persis Kisrës, ka pasaj vetë që i ka ato stolit, dhe me thone ka pasat kurorën me diamante, edhe ka pas të li qfar biliziku, të li qfar qafore, ato. Mushrikë si kanë bajt, dhe me thone me kile, dhe me thone me kilogram ka pas ari dhe diamante në trupin e ti. Edhe sahabët, aty jo konë, dhe me thone, konë të lovije madhe. Kur ja bin Hazreti Omerit, ja bin krejt ato stolit. Ky shef, kur gjon s'mungon, dhe më thonë shumë janë ato. Kur kush s'ka prek, kur gjon, s'ka prek. Kur një sen. Edhe Omeri radiallahu anhu thot, pasha Allahin, ata që mi ka impru këta janë sahabët, edhe fëmijët e sahabëve, tabiinët. Thot që ata që mi ka impru këta për një me janë njerës që e ruin e manetin. Edhe qka ban, e thirë Suraka ibn Malik. Edhe ja vesh Surakës, kurorën. Kush është Suraka? Suraka ibn Malik, kur ka bon hijret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka bon hijret, mushrikët e Mekës kanë thonë kështu. Ka thonë kush e bje kryet e Muhamedit, këtu i ka 100 dele. Edhe do me thonë njerëzit shpërndahen, këtë po sun e gjenë. Suraka e gjenë pejgamberin me Abu Bekr. Suraka, që çki personi. Ama mushrikë o konë këtë periud. Edhe ban mi afru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, devja e tij ngul kamp në zall, në rën, në shkreti. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: O Suraka, që po bën turr me vramu. Thot po të shoh të veshur kurorën e Kisrës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka mujt, do thonë është frigu për jetën e vet. Mi po pensa me ka ditë se do të fitojë fjalë Allahut. Në momentet më të vështira ku 100 deve i kanë ofruar për me vrap pejgamberin, vjen një mushrik dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: O Suraka, çka mendon ti kur ta veshish në kokën tënde kur ta vmesh kurorën e Kisrës? Si me thon tash për shembull dikujt kur për çat thot ai kur e shef Omeri radiallahu anhu, kur e shef Surakën me kurorën e Kisrës, këshireve thot dhe ki beduini prej filan fisi, thot kam ri me vesh kurorën e Kisrës. Ka qenë forca më e madhe në dunjë. Perandoria persiane ka qenë forca më e madhe asaj kohe.
S'është paramendu që një beduin i thjesht ka mi vesh, në me thonë, ato stolit e kesërës. Mirë, po kjo qysh është arrit? Kjo është arrit, në me thonë, me qëto, kjo është arritur me këto virtitet. Për qatë sahabët janë njerëzit më të mirë në histori njerëzore, se që këto që ne i themi tash në përderse, ato i kanë pas, në me thonë, parimet të pa negociushme, nuk i kalon për kur gjo heq. Nuk i kalon për kur gjo heq. U bon 30 minuta, për vetëm me ipni edhe një 2 minuta vetëm ta përfundoj diçka. Kështu. Njeri duhet me kanë me rujt emanetin edhe kur dikush dvejet për diçka dhe të këshillon. Për shembull ti dvejet dikush, çka mendon me du me boni filan pune, ka thonë besam el mustasharu mu'taman. Kur dikush kërkohet në një këshill prej tij, duhet me pas, nëse dikush ja jep një këshill dikujt, ama e di që e mira është, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tjetër kund, atëherë kjo është mashtrues. Kjo është mashtrues. Dvejet dikush ti jetë e boni biznes ta zan. Edhe dvejet dikush do me hi edhe ai me punu, ti jep një informat gabume veç mos të bëje konkurrent. Kjo është mashtrim. Nëse njeri dvejet për diçka. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe me këtë do ta përfundoj. Domethënë detajet të ruajtjes së emanetit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el imamu damin wal muadhdhinu mu'taman. Imami është garantues, ndërsa muezini në qafën e tij e ka emanetin. Çfarë do të thonë? Se imami duhet me pas përgjegjësi që shekri namazin, për arsye se namazin duhet me bë, do të thonë sipas rregullave, se varet namazi i xhamatit prej namazit të imamit. Apo me u fal imami pa abdes? Ose për shembull, a dini që llogaritet tradhti nëse imami kur e bën duan, bën veç për veti. Se këtë thojnë amin. Ai duhet me bë për krejt. Ka një hadith ku thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush lutet, do të thonë, veç për veti, ndërsa krejt thojnë amin, do të thonë ai i ka mashtruar xhamatin e vet. Për çfarë ai garantues është imamin, dhe kur bëjnë dua duhet me bë për krejt, se ju unë bëj shembull, dua ju thëni amin. A unë veç për veti, do të thonë, këtë ju lutni për mua, a duhet më lutni për krejt? A ose çfarë? Ndërsa muezini është në qafën e tij e ka emanetin, se përpara muezini ka qenë alarmi i vetëm që ka ekzistuar. Ka thirr muezini, njerëzit kanë çelë iftar. Ka thirr muezini, njerëzit e kanë lënë ushqimin në sifir. Do të thonë emaneta kjo. Ka thirr muezini, njerëzit e kanë ditë se duhet më bë gati për me fal namazin, për me fal namazin. Kjo do të thonë shkurtimisht për asaj shumtës, do të thonë që normal që unë s'e përmend as 10% asaj që më thonë e kam shkruar këtu, po si do qoftë ndura vëllezër, këto virtite duhet mu mundu, do të thonë mi përvetësu. Mu bë besnik. Mos mu bë tradhtar, mos mu bë i pabes, mos mu bë mashtrues. Edhe kjo manan e madhe e ka te Allahu subhanahu wa ta'ala.